Sekretet më të bujshme dhe intrigat më të fundit të yjeve, tuaj të preferuar turq. Ju që jeni në kanalin e Ina Edic dhe tani po nisim udhëtimin ton në botën e dramave të vërteta. Aktori Burak Çelik u ndalua papritur në kuadër të një hetimi të bujshëm për lëndë narkotike të ndaluara. Sapo mori vesh se ishte lëshuar një urdhër për paraqitjen e tij, aktori i njohur ndërpreu menjëherë pushimet verore që po kalonte me familjen. Ai mblodhi sendet personale dhe u kthye menjëherë bashkë me familjen. I shoqëruar nga avokati i tij, Burak Çelik u paraqit vullnetarisht në komandën e përgjithshme të xhandarmërisë turke. Pasi u kryen të gjitha procedurat ligjore, aktori u dërgua në gjykatë. Së bashku me 16 persona të tjerë të ndaluar, ai tani pret vendimin përfundimtar të drejtësisë. Adhuruesit e tij janë të tronditur dhe refuzojnë të besojnë se idhulli i tyre mund të jetë fajtor. Shumë prej tyre shpresojnë se bëhet fjalë vetëm për një gabim të rënd ose për një shpifje të qëllimshme. Ndërkohë, autoritetet zyrtare vazhdojnë të heshtjen dhe kjo vetëm sa i shton zërat dhe spekullimet rreth këtij skandali. Askush nuk e kishte imagjinuar se aktori i suksesshëm do të gjendej në qendër të një çështje kaq të rëndë. Reputacioni i tij, i ndërtuar me vite punë dhe përkushtimi, tani është në rrezik. Kontratat e mëdha publicitare dhe rolet kryesore në projektet e reja janë vënë në pikpyetje. Edhe procedurat po presin zhvillime, duke shmangur deklaratat e nxituara publike. Ndërkohë, ylli i serialit Fruti ndaluar, Eda Exhem, përjetoi një ngjarje të rëndë personale. Aktoria u dërgua me urgjencë në spital pasi u sulmua papritur nga një qen agresiv. Detajet e incidentit ende nuk janë bërë publike. Dihet vetëm se plagët e marra kërkuan ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Fansat nga gjithë bota kanë mbështetur në rrjetet sociale të aktores me mesazhe mbështetje dhe urime për shërim sa më të shpejtë. Të gjithë shpresojnë që Eda Exhem të kalojë shpejt këtë periudhë të vështirë, edhe pse plagët fizike pritet të shërohen, tronditja psikologjike mund të zgjasë edhe më shumë. Miqtë e afërt dhe kolegët e saj në xherime kanë shprehur mbështetjen e plotë. Shprehja janë gjithmonë të paparashikueshme dhe ky rast ka tronditur të gjithë. Tani shumë njerëz pyesin se sa shpejt do të jetë në gjendje aktoria të rikthehet në xhirimet e serialeve. Ndërkohë në familjen e këngëtarit të njohur, Ozxhan Deniz, vazhdojnë konfliktet e ashpra publike. Kjo familje ka qenë prekosh në qendër të vëmendjes për mosmarrëveshjet e vazhdueshme, por tani situata ka marrë një ktesë edhe më të rëndë. Nëna e Ozxhan Deniz, Kadrije Deniz, po përballet me një trajtim shumë të vështirë kundër një sëmundje të rëndë onkologjike. Pavarësisht gjendjes së saj shëndetësore, ajo ka dorëzuar një kallëzim zyrtar në prokurori. Të akuzuar në këtë çështje janë vajza e saj, Yarda Deniz dhe Dendri Murad Gërler. Sipas deklaratave të saj, ata kanë ushtruar vazhdimisht presion psikologjik dhe kanë administratuar në mënyrë të padrejtë pasurinë e saj të palojitshme. Në këtë kërkesë drejtuar gjykatës, ajo ka kërkuar që të ndalohet çdo kontakti drejt për drejt nga ana e tyre, me qëllim që të mos vazhdojnë presionet dhe kërcënimet. Situata e tensionuar brenda familjes po e rrezikon edhe më shumë shëndetin e saj, tashmë të brisht. Fansat e Ozxhan Deniz janë tronditur edhe nuk mund ta besojnë se konfliktet për pasurinë kanë arritur deri në këtë pikë. Çështjet gjyqësore brenda familjeve të njohura tërheqin gjithmonë vëmendjen e medias, por kur në qendër të tyre ndodhet një nenë e sëmurënd, historia merr një përmas shumë tragjike. Ndërsa disa luftojnë për shëndetin e tyre, të tjerë por vendosin rekorde historike në industrinë e televizionit turk. Kenani Mirzaligoglu është shpallur zyrtarisht aktori turk më i paguar i vitit 2026. Honoraret e tij kanë arritur nivele që deri pa kohë më parë dukeshin të paimagjinueshme. Për çdo episod të serialit Familja, ai ka përfituar plot 4.5 milion lira turke. Duke qenë se sezoni i parë përbëi nga 18 episode, të ardhurat e tij totale i kaluan 80 milion lira turke. Ky sukses i jashtëzakonshëm financiar e ka forcuar edhe më shumë statusin e tij si një nga emrat më të fuqishëm të ekranit turk. Producentët janë të gatshëm të paguajnë shuma marramendse, vetëm që ta kenë në projektet e tyre, sepse prania e Kenanit në një serial konsiderohet garanci për shikueshmëri të lartë. Ndërkohë, një tjetër yll shumë i dashur për publikun është përballur me kritika të ashpra. Javën e kaluar, tema kryesore e diskutimeve ishte ndryshimi në pamjen fizike të aktorit Burak Özçivit. Media turke publikuan disa fotografi të aktorit gjatë pushimeve familjare në një nga plazhet e Bodrumit. Pas publikimit të tyre, rrjetet sociale u mbushën me komente negative.
Disa përdorues pretenduan se aktori kishte shtuar në peshk dhe se nuk kishte me fizikun sportiv për të cilin njihej. Këtë herë, Burak Özçivit zgjodhi të mos reagojë ndaj kritikave. Megjithatë, më herët ai kishte planuar se gjatë pushimeve verore i lejon vetes më shumë liri, shijon ushqimin dhe pushimin pa ndjekur dieta të rrepta. Sapo rikthehet në xhirime, ai rikthehet me njerëz stërvitjes intensive dhe regjimit ushqimor për të qenë në formën e kërkuar nga rolet e tij. Ndërsa Burak Özçivit po kritikohet, aktorja Kina Kinezu po merr vetëm vlerësime pozitive. Aktori talentuar ka maknitur publikun me pamjen e tij të re dhe më mashkullore në serialin historik Dashuria dhe Proni. Xhirimet e këtij projekti madhështor kanë nisur zyrtarisht edhe fotografitë e para nga sheshxhirimi dhe kanë zgjuar interes të madh. Fillimisht, zgjedhja e Akin për rolin kryesor kishte krijuar dyshimet e disa adhurues të serialeve historike, por pamjet e publikuara së fundmi kanë ndryshuar plotësisht mendimin e tyre. Në serial, aktori shfaqet në rolin e Sultan Alauddin, me kostume madhështore dhe në ambiente historike mbretëslense. Fotografitë kanë marrë mira komente pozitive dhe publiku mezi pret premierën për të parë interpretimin e tij në këtë rol sfidues. Për një rol të mirë, aktorët turq janë të gatshëm të bëjnë sakrifica të mëdha fizike. Një shembull i tillë është edhe aktori Dogukan Günger, i cili është bërë temë diskutimi pas humbjes së jashtëzakonshme në peshk. Aktori arriti të humbte plot 9 kg brenda vetëm 24 ditëve. Ky transformim kërkoi disiplinë të hekurt, një regjim shumë të rreptë ushqimor dhe një vullnet të jashtëzakonshëm. Ai ndryshoi plotësisht stilin e jetesës së tij për të përshtatur me kërkesat e rolit të ri. Sipas burimeve pranë aktorit, Dogukan ndoqi një program shumë të rreptë me ushqime të kontrolluara dhe stërvitje intensive. Rezultati i transformimit të tij fizik u bë menjëherë objekt diskutimi në rrjetet sociale. Shumë fansa e përgëzuan për përkushtimin dhe disiplinën e treguar, ndërsa të tjerë u shprehen të shqetësuar se humbja kaq e shpejtë në peshk mund të ndikojë në shëndetin e tij. Megjithatë, aktori vazhdon të jetë i përqendruar te puna dhe projekti më i ri, duke treguar se është i gatshëm të bëjë çdo sakrificë për një interpretim sa më bindës. Edhe këtë herë, yjet e botës së serialeve turke kanë qenë në qendër të vëmendjes me lajme që vijojnë nga hetime legjore dhe problemet shëndetësore, deri te konfliktet familjare, sukseset financiare dhe transformimet e jashtëzakonshme fizike. Ndërsa disa prej këtyre historive mbeten ende të paqarta dhe pritet të sqarohen nga autoritetet ose nga vetë protagonistët, një gjë është e sigurt: bota e artistëve turq vazhdon të jetë plot ngjarje që zgjon interes të madh tek publiku. Ne do të vazhdojmë t'ju sjellim zhvillimet më të fundit dhe lajmet më të rëndësishme nga bota e serialeve dhe personazheve të njohura turq. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të na ndiqni edhe për përditësimet e ardhshme.